e shihni protestën e sotëm dhe ju si qytetari i Kosovës, cili është mesazhi juaj në këtë protestë? Unë jam pak poshtë me fort veç me hyp në krejt e shë Prishtina plot njerëz është. Mesazhi juaj për ish-krerët e UÇK-s të cilët po mbahen në Hagë dhe që pritën shumë shpejt të marrin fjalën përfundimtare nga gjykata e Hagës. Po s'di çfarë mesazhi më dhonën aty në inshallah lirohen sa më shpejt. Na për gjithë jemi dalë për çata, me i përkra bashkëluftar tonë. Si e shihni mos pjesëmarrjen e Ramës sot në protestë kur dje bëri thirrje që të bashkohen të gjithë kësaj proteste? Po vetë fjala e protestës, vetë titulli i protestës na tregon drejtësi jo politikë. Dhe prandaj po doni të thoni që Rama nuk mori pjesë për këtë arsye? Por arsyet e tij më mirë është pyet atë. Mesazhi jonë është që të lirohen sa më shpejt se janë të humojt padrejtësisht. Veç se janë shqiptarë, edhe veç se kanë luftuar, kanë mbrojt popullin ndaj gjenocidit serb. Si e shihni mos pjesëmarrjen e Ramës, i cili dje bëri thirrje që t'i bashkojnë këtij marshi, mirë po sot nuk është pjesë e kësaj proteste? Po, nashta ka pas tjera, nuk është mirë, po arsyet e tina. A ka të bëjë kjo diçka me relacionet mes Kurtit dhe Ramës? Nuk ma merr mendja. Sa i përket kauzës të UÇK-s edhe pjesësorëve të UÇK-s që mbohen padrejtësisht Hagë, nuk ma merr mendja si mundet me pas një. Si e shihni thirrjen e zonjës Osmani dhe zotrit Kurtit sot, i cilët të dytë fuqishëm përkrahën këtë marsh? E shihni si një hap pozitiv? Është shumë pozitiv edhe jam shumë i kënaqur që krejt udhësia jonë, kur është mbytyje 3 shkronjat e UÇK-s janë të përbashkët. Ata sa më shpejt do të lirohen, janë pafajshëm, janë akuzat të shpifra nga Serbia, edhe kështu që edhe këto vite që kanë hup atje domosdoshmë janë shumë me kat, se lejmo me dënuar ose diçka. Si e shihni sot zonja Osmani dhe zotri Kurti kanë bërë thirrje gjithë qytetarëve të bashkohen kësaj proteste. Në të kaluarën nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Po protesta është jo politik, po domosdoshmë protestë, drejtësi, edhe kështu që pak si vonë është ai. Për mendimin tim pak si vonë, du pak më herët, më interesu për ata djem. Po pjesëmarrjen e Edi Ramës, i cili ftoi të gjithë qytetarët të bashkohen, po tani nuk është. Edi Rama ka tregu vetëm me rezolutën që ka miratuar në Kuvendin e Shqipërisë, ajo kryeministri i Shqipërisë edhe ka përkrahur gjithherë domosdoshmë djem tonë që gjinen në Hagë. Po, mendoni që tani marrëdhëniet mes Kurtit e Ramës janë pashuar dhe janë më të afërme, duke qenë se ne kishim shumë pak ka rëndësi krahasim me lirimin aty në djemve marrëdhëniet e tyre. Sapo përfunduat performancën e juaj në protestën drejtësi jo politik për ish-krerët e UÇK-s. Si e shihni gjithë këtë dhe a jeni kënaqur me pjesëmarrjen e qytetarëve? Gjithmonë është emocioni veçantë kur thrasin me këndu ose me performu ose me bë diçka rreth këtyre 3 shkronjave të arta, të cilat unë si në atë kohë i mitur nuk kam pas shansa të tjera me bë diçka më shumë edhe gjithmonë e kam pas pikë në zemër edhe pikë në jetë. Po nëse duhet, që kam thonë edhe dje në emision, mu bëni UÇK e re për me mbrojt UÇK-n, unë jam një i pari aty. Po nashta bie dhe i pari, po s'ka lidhje, veç po du me thonë që është kënaqësi shumë e madhe mi pas shqiptarët që jemi bashkë njëherë për gjithmonë mi tregu njerëzve që kjo luftë cilën njerëz kanë sakrifikuar dhe u derë gjakë për këtë vend është luftë e një popullit shtypën, e një populli autokton edhe një populli në vend veten. Liri për krerët tonë edhe liri për gjithmonë për gjithë ata njerëz që ende në përburgje edhe rroftë e qoftë të shtria shlimtare Kosovës. A ka arrit, të një pyetje, jena në 18 përvjetorin e pavarësisë Kosovës. A ka arrit shteti Kosovës aty ku kemi ndru para 18 vite? Jemi të lirë, flasim shqip, e kemi institucionet tona, unë nuk jam dalë me folë për politikë, tu se si jam mas një parti, unë jam me UÇK-n, faleminderit shumë.